Thuhet se rituali I zi mund t'jetë real, mund t'jetë e vërtet. Kush nga ju ka dëgjuar për ritualin e zi ose për librin e zi, librin e magjisë së zezë? E di që për dikë ndoshta këto duken fantazi, por ndiqeni me kujdes këtë material, sepse ka disa të vërteta që duhet të dini. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Në vitin 2023 ndodhi një fakt misterioz. Një fakt që nuk është zgjidhur ende sot. Ka shumë thashetheme, por askush nuk di se çfarë ndodhi atë mbrëmje. Atë natë ishte data 21 dhjetor I vitit 2023, për ata që nuk janë të informuar është mbrëmja e ekuinoksit, dhe në bodrumet e Vatikanit ndodhi një çudi. Sepse në orët e vona kishte mbetur ende brenda, në orët e vona, një nga priftërinjt që bën kontrollin e librave të Vatikanit. Mirë po, gjatë atij momenti ndodhi një blackout. Në fjalë, u fikën të gjitha dritat e Vatikanit, totalisht, për 11 sekonda. Askush nuk di se çfarë ndodhi, sepse u fikën vetëm ato të kishës, pra në vendin ku qëndronte ky libër misterioz. Do t'ju them se për çfarë libri bëhet fjalë dhe pse mendohet që ka diçka misterioze. Çudia është që atë mbrëmje, në datën 21 dhjetor të vitit 2023, ndodhi diçka e mistershme sipër në mbi kupolën e Vatikanit. Pra duke filluar që nga mbi kupolë e sipër, qielli u bë zi, totalisht zi. Dhe një vorbull e madhe lëvizte sikur të kishte evokuar dikush një gjë të zezë. Tani, ky është një fakt që kanë parë të gjithë për sa I përket vorbullës dhe kësaj rresë së zezë që gjendej mbi Vatikan. Kurse faktit që u fikën dritat e din të gjithë ata që jetojnë në Vatikan, që u fikën dritat tek vendi, pra tek Muzei Vatikani dhe tek kupola. Dhe askush nuk kuptoi, sepse nuk kanë një gjenerator si punë e Shqipërisë, që kanë një gjenerator që gjenerohet vetë. Jo. Me fjalë, u fikën dritat për 11 sekonda dhe dielli dhe hëna u mbulua ngaret dhe mbi Vatikan ishte një vorbull e zezë. Kjo është më së vërtet nga të gjitha anët. Pra të gjithë thonë të njëjtën gjë. Tani, çfarë mund të ketë ndodhur? Le të hedhim disa hipoteza. Duhet të dini që ne njohim shumë pak të historisë, shumë pak. Bile historia është bërë siç është menduar dhe sipas dëshirave të dikujt. Por unë kam një pyetje, po sikur atje të ekzistojë një inteligjencë shumë herë më e madhe që për ne është e paperceptueshme, dhe që të ketë përgatitur disa gjëra për t'ia dhënë njerëzimit, t'ia falte njerëzimit për t'i dhënë evoluimin. Si për shembull, librat e shenjtë. Librat e shenjtë janë falur njerëzimit. Për ta që din, janë falur profetëve të dikurshëm, janë falur profetëve deri në vitin 0, I është falur profetit Muhamet, është falur të gjithë, për sa I përket besimeve, edhe Budës, për shembull, pas Budës ju fal Budës fillimisht dhe pastaj tjerëve. Tani pse e them këtë? Sepse këto janë diktime të falura. Por po sikur të ketë edhe një diktim tjetër të magjisë së zezë. Pra që ti mund të evokosh çdo gjë dhe të mund të ndryshosh çdo gjë. Të shtysh, pra ta evokosh që ta tërheqësh dhe të shtysh pastaj diçka tjetër që të bëj gjëra nuk e di çfarë. Dhe mendohet që ky libër, pra ky dorëshkrim I quajtur kështu, sepse është një dorëshkrim, nuk është një libër bërë do si do, por është I bërë me lëkurë gomari, pra është I shkruar mbi lëkurë gomari, dhe faqet e të cilit është shumë I madh libri, dhe kanë shkruar për këtë, kanë shkruar kohë më parë. Dhe gjenje, quhet Il Grimorio Nero. Nëse doni ta kërkoni, quhet Il Grimorio Nero, ose më mirë manipulimi I magjisë së zezë, si mund të quhet. Dhe po thoshe që kanë shumë aludojnë
sepse askush nuk e ka parë, sepse thuhet që është, përveç se është i madh, shumë i madh, por është i kyçur, sepse nuk duhet hapur. Sepse tregohet që çdo dëshira jote që ti e bën aty, ajo realizohet. Dhe në momentin që realizohet, ndodhin gjëra që ti nuk je në gjendje ti kontrollosh. Thash, merrini si fantazi, por dëgjojeni me kujdes. Dhe atë mbrëmje mendohet që dikush ka hapur atë libër, sepse edhe pse është me kyç, mund ta ketë hapur dikush, dhe e ka mbyllur prapë, mund të ketë gjetur çelësi, askush nuk e di. E vërteta është që atë që e gjetën aty, pra këtë sacerdotin, ose më mirë këtë priftin që e gjetën aty, ishte soto shok, si mund quhet, ishte i turullosur, nuk dihet pse. Ai nuk mban mend asgjë, pra nuk mban mend se çfarë ndodhi, çfarë si qysh. Ai di vetëm që ishte ulur aty ku ishte, pranë librit, libri ishte aty, i kyçur në vendin e vet, mirëpo ai ishte në shesh, i ulur. Shkuan këta gardianët që e pan dhe ishte kështu. Tani, e përsëris edhe një herë, nuk dihet nëse ishte ai vetë që evokoi apo ishte dikush tjetër. Po ishte ai vetë që evokoi, sepse dikush thot mund të ketë qenë edhe ai që ka evokuar. Në fakt, mund të ketë pësuar edhe ndonjë nga evokimi diçka tragjike të madhe dhe mbeti aty. Por mund të ketë qenë edhe dikush tjetër që ne nuk e dim, ose dikush që ka evokuar dhe ka ardhur një entitet, apo ka parë një entitet, apo ka ndodhur një fenomen i pashpjegueshëm. Megjithatë, askush nuk di se çfarë ndodhi atë natë, asnjë, as vetë ai që ishte aty, siç u thash. Dhe po thoshja, brenda këtij dorëshkrimi, tregohet se ka disa rituale ose disa forma të kombinimit të fjalëve ose kombinimit të disa gjërave, qoftë edhe gjërave duke filluar nga barënat, nga uji, nga forcat e natyrës e tjerë, dhe mund të ndryshosh çdo gjë, siç ju thash. Tani, libri ose ky dorëshkrimi është gjysmë aramaisht, në gjuhën aramaiko, që duhet ta dini që është një nga gjuhat që është zhdukur tashmë, pra gjuha e fundit e zhdukur, por është dhe një gjuhë tjetër e panjohur. Brenda këtij, pra gjysmë për gjysmë, libri është bërë i tillë. E them libri që të kuptohet, por është dorëshkrim. Dhe është shkruar, tregohet që mund të jetë shkruar me gjak, sepse kështu është bërë forma dhe ai si mund të quhet, me diluent gjaku, me pak fjalë. Dhe nuk dihet se çfarë kanë zbuluar në të, nëse sepse mendohet që dikur është hapur dhe është lexuar dhe është të paktën kështu thuhet. Dhe është të paktën 800 vjet që nuk është hapur më ky libër, sepse ka aty në Vatikan prej mijëra vitesh, paktën kështu thuhet, që kur është themeluar Vatikani. Dhe në vitin 1200, parafërsisht, tregohet që e kanë hapur. Dhe pikërisht për këtë mendohet që pas vitit 1200 ndodhen gjithë ato fatkeqësi, megjithatë janë fantazira këto tjera ndoshta, por sidoqoftë, ç'është e vërteta, një libër i tillë ose një dorëshkrim i tillë ekziston dhe gjendet në bodrumet e Vatikanit. Dhe në datën 23, pra në datën 21 dhjetor të vitit 2023, dikush e hapi, sepse nuk ka mundësi. Me një fjalë që pranë librit të gjendej ky prifti në statusin shok, i shokuar aty dhe konfuzional dhe nuk dinte çfarë kishte ndodhur, drita tu fikën për 11 sekonda dhe sipër Vatikanit, pra sipër kupolës, deri sipër lart ishte e mbushur plot me vorbull të zezë. Vorbull e cila notonte, si mund të quhet, dhe askush nuk di thash se çfarë mund të ketë ndodhur. Tani, unë doja t'ju thosha edhe për një fakt tjetër, që nuk e di e keni para apo jo emisionin Enigma të atij librit Voynich. Me një fjalë, atë nga librat më misterios, që edhe ai është bërë me lëkurë gomari, nuk di se kur është shkruar, nga kush është shkruar, dhe ka disa forma të djallit aty brenda, dikush thotë që ishte nën efektin e djallit e shkruajti, sepse ja diktoi etj. Megjithatë, sidoqoftë në një formë apo në një tjetër, disa flet që kanë qenë aty,
që tregohet janë fletët më të rëndësishme, ato janë shkëputur nga ai libër. Dhe askush nuk e di që në qoftë se në librin, në këtë dorëshkrimi, si mund të quhet këtu në Vatikan, të mund të ketë hequr dikush flet nga ai ose të ketë bërë një evokim. Megjithatë, nuk dihet sepse deri tani akoma nuk e kanë hapur, të paktën kështu thuhet, sepse duhet të gjenden 2 ose 3 specialistë që janë të kësaj fushe, që duan të kontrollojnë mirë përpara se të hapin në sintezë. Kjo është. Dhe njëri nga këta është një shaman që e kanë thirrur dhe ai është po mundohet që të futet në kontakt. Këto janë më tepër, informacione më tepër që janë thashë theme, unë po i them, sidoqoftë, që ky shamani po mundohet që të futet në kontakt me shpirtrat, me anë të disa barnave, ku të diun, që të kuptojë se çfarë ka ndodhur atë mbrëmje, në mënyrë që kur të shkojnë që të hapin, nëse do të hapin me qelës, të kuptojnë nëse dikush ka bërë një ritual dhe si të mbrohen nga rituali, sepse thuhet që kur hapet ndodhin fatkeqësira. Megjithatë, ky është një e përsëris edhe një herë. Këto janë të gjitha ato thashë themet që thuhen rreth këtij dorëshkrimi dhe unë doja t'ju informoja sepse është një situatë vërtet shumë delikate në këtë periudhë dhe për atë që u fola përpara, që duket sikur jemi në një prag të një lufte ose të një situate tepër të rëndë. Kështu që pres komentet tuaja, mos u pezmatoni, jemi këtu për ta diskutuar, për të folur, sepse kaq na mbetet për momentin. Kështu që pres komentet tuaja. Ju përshëndes natën.